Është një recetë shumë e shijshme. Nëse fëmijët tuaj nuk ja u kanë perimet, ky lloj versioni është super i shijshëm. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 3 patlıcan, na duhen 3-4 thelpinj hudhër, krip, bukë grirë, 100 gram kaçkavall, piper i zi, rigon edhe 2 kokra vezë. Gjë e parë që do bëjmë është do presim patlıxhanët. Nuk ka rëndësi se si i prisni, sepse do i skuqim edhe më pas do i punojmë, thjesht pritini si t'ju vi më kollaj. Në një tigan kam hedhur pak vaj lule dielli edhe tashmë do shtoj patlıxhanët për të skuqur. Hedhim të gjitha njerës, thjesht në duhem për të zbutur. Ndërkohë që fillojnë të skuqen, ne i përzihem her pas here. Nëse nuk doni shumë yndyrë, edhe mund t'i piqni në furrë, po unë një rash për shkurt me thënë drejtën. Sa më mirë të skuqen patlıxhanët, aq më e shijshme bëhet receta. Kështu që ne do i skuqim mirë. Ndërkohë pasi janë skuqur pak, unë do t'i jes edhe pak krip, ta marrin që tani. Edhe vazhdoj që t'i trazoj, e t'i kthej ande nga nuk janë skuqur akoma. Unë do fik vatra edhe do t'i lë edhe pak në nxehtësinë që kanë, sepse thuaj se janë skuqur. Pasi janë skuqur, do t'i largojmë në një tjetër edhe do t'i lëmë të ftohen pak. Pasi e kemi lënë të ftohen pak minuta, me ndihmën e lugës siç e kishim që i trazuam, do mundohemi t'i shtypim. Ndërkohë që shtypim patlıxhanët, do t'i shtojmë edhe kaçkavallin e grirë. I hedh fillimisht kaçkavallin, pasi duke qenë se janë akoma të ngrohta, shkrin edhe bëhet një masë edhe më e trashme edhe merr më tepër shije. Më pas do shtojmë edhe hudhrën. Vazhdojmë që ta përzihem edhe t'i shtypim. Do shtojmë pak piper të zi, pak rigon ose majdanos që t'ju ndodhet. Do t'i shtojmë pak fare krip dhe tashmë ka ardhur momenti që t'i thyejmë edhe vezët dhe do vazhdojmë që t'i trazojmë e t'i përzihem mirë. Gjë e fundit që do hedhim është galeta ose buka e grirë. Me të parë me të bërë ja hedhim galetën. Do edhe pak. Nëse nuk e keni kështu të blerë nga dyqani, mjafton një fet buke, 2 feta buke, varet nga masa që do bëni. Bërë si brum masa. Do ta përzihem edhe pak. Dhe pasi e kemi zënë brumin, do ta lëm pak minuta që të lidhet mirë e gjithë masa. E në pas do bëjmë qoftet që edhe do t'i pjekim. Kam marrë tavën ku do pjekim qoftet. Edhe do e lyejmë me pak vaj. Ose mund ta bëni thjesht me letër kuzhina. Tashmë do marrim nga brumi i përgatitur
Dhe do formojmë disa topza. Mund t'jepni edhe formën që dëshironi, po mua më pëlqen kështu. Vendosim dhe qoftën e fundit. Ja dhe qoftet i kemi gati, tashmë do t'i fusim në furrë të piqen me një temperaturë prej 180 gradë për rreth 25-30 minuta. Ja dhe qoftet tona i kemi gati, janë pjekur ashtu siç duhet, vijnë një aromë të mrekullueshme, unë mezi po pres të ftohen pak, t'i servir edhe më pas t'i shijoj. Na bëft mirë.